E vendosur midis Greqisë dhe Malit të Zi, Shqipëria është kthyer në një destinacion në qendër të vëmendjes duke ofruar joshe në qetë të një toke që nuk është e pushtuar ende nga anijet dhe autobusët turistik. Shkruhet në një artikull të botuar në Gateway Magazine, një revistë e njohur udhëtimesh me seli në Afrikën e Jugut. Me mikpritje të ngrohtë peizazhe mahnitëse malore që takohen me detin dhe kostot më miqësore që pothuajse çdo vend tjetër në mesdhe, Shqipëria ofron diçka të rrallë, një ndjesi zbulimi. Në shkrim thuhet se udhëtimi në Shqipëri mos e nisni nga Bregdeti, por në Mbrëmsi, ku e kaluara është e gdhendur në mure guri dhe çati të stilit Osman. Gjirokastra, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, njihet si qyteti i Kurt. Qyteti i saj vjetër rrihet poshtë një kodre me shtresa çatish gri, rrugica me kaldrëm dhe pamje nga fortesat. Vizitoni pazarin ku artizanët vendas ende shesin qilimat e endur me dorë, punime tradicionale prej guri dhe end bakri. Vizitoni kalan e Gjirokastrës për të shijuar pamjen gjithëpërfshirëse dhe për të eksploruar koleksionin e saj eklektik të armëve dhe historisë. Akomodimi në një shtëpi mysafirësh ku muret janë të mbushura me histori dhe mëngjesi juaj përfshin çelfiku të bërë në shtëpi dhe byrek të sapo dal nga furra, ndërsa Gjirokastra është e tëra në gur. Berati është një ëndër e zbardhur në brigjet e lumit Osum. Gjithashtu një vend i UNESCO-s, shtëpitë e tij ngrihen në kodër në rrjeshta të pafundme dritarësh të harkuara. Eksploroni kalan e Beratit ose shijoni një kafe në shëtitore ndërsa vendasit kalojnë aty pranë. Më në jug pranë kufirit grek shtrihet Butrinti, një qytet i lashtë me rënoja greke romake, bizantine dhe veneciane. Mendojeni si mini Pompei i Shqipërisë, pa turma. Amfiteatro, tempuj dhe dy sheme të mozaiku shtrihen midis lagunave të qeta dhe shtigjeve me hije. Pas maleve dhe muzeve, është koha për të shkuar në Bregdetin e Jugut. Riviera shqiptare shtrihet në Vlorë deri në kufirin grek. Një hark i mbuluar nga dielli me shkëmbim dramatik, ullishte dhe plazhe të qeta të përshkruar nga ujërat bruz. I vendosur në jug të Sarandës dhe pranë Butrintit, mund të mbushet me pushues në mes të verës, por është ende shumë më i qetë se ishujt grek. Dhërmiu, një ndërhyrje e sharmit tradicional me ujërat kristalor. Dhërmiu ofron plazhe me guralec, shpella dhe një fshat të vjetër mahnitës të vendosur në kodër. Mendojeni sikur ndodheni në bregun e Amalfit, por pa çmime të larta. Plazhi Xhipes, ky është vendi i mrekullueshëm i izoluar, ndodhet në fund të një kanjoni dhe kërkon një shëtitje të shkurtër ose udhëtim me varg për të arritur. Gjipeja është një nga plazhet më të bukura dhe të pacënuara në vend, perfekt për një detoksifikim digital. Himara, një qytet i vogël ndërthur atmosferën e qetë me plazhe me rërë të butë dhe gjira aty pranë, ideale për kajak apo zhytje me mask. Borshi, nëse ju pëlqejnë plazhet e gjata, Borshi është një ëndër, plazhi më i madh në Rivierën e Jugut, i rrethuar nga ullishtet dhe rënoja, dhe ujërat e tij të qetë janë perfekte për notë.